Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Evropian kërkon nga Kosova të marrë masa për të zhbllokuar konstituimin e institucioneve. Shefi i zyrës së Unionit në Prishtinë, Ajavo Raf, tha se shpreson se Kosova do ta formojë sa më shpejt qeverinë e re, me të cilën bloku evropian mund të punojë për rrugën e vendimit drejt integrimit evropian. Duke folur në konferencën në Prishtinë titulluar Kosova drejt Bashkimit Evropian, rruga drejt një zgjidhje, Oraf tha se Kosova mund të bëjë gjëra të cilat e çojnë vendin drejt Unionit. Now what we very much expect from Kosovo, first to have a partner. And yes, we have a partner, the president, but we need also executive power. Tani ajo që presim shumë nga Kosova është së pari të kemi një partner. Po, kemi një partnere presidenten, por na nevojitet dhe pushteti ekzekutiv, theksoi Oraf në konferencën organizuar nga Lëvizja Fol dhe Instituti Prishtinës për studime politike. Në lidhje me asociacionin, Oraf theksoi se Bashkimi Evropian e ka gjithmonë të qartë se ai duhet të themelohet. One topic what everybody talks, but it's not so preferred topic raised by the politicians here in Kosovo is the Association of Serb Municipalities. But EU position is clear again, it must be done. It must be done, and better to do it sooner than later to move forward. So that, to conclude, my message is we in the EU are ready to move forward, and we hope very much that Kosovo will do the same. Një temë për të cilën të gjithë flasin, por që nuk është aq e preferuar për të përmendur nga politikanët këtu në Kosovë, është asociacioni komunave me shumicë serbe. Duhet të bëhet dhe është më mirë të bëhet më herët se sa vonë për të ecur përpara. Mesazhi im është se ne në Bashkimin Evropian jemi të gatshëm të ecim përpara dhe shpresojmë shumë që dhe Kosova do të bëjë të njëjtën gjë, tha ai. Kosova aplikoi për antarësim në Bashkimin Evropian më 15 tetor të vitit 2022, por kërkesa e saj nuk është qyrtuar ende. Dhe si rjedhoi, ajo është vendi vetëm në Ballkan që ende nuk e ka statusin e vendit kandidat. Ambasadori Gjermanisë në Kosovë, Jor Rode, kërkon nga Prishtina urgjentisht të formojë institucione dhe se politikanët duhet të vendosin shtetin të parin. Pas dështimit për herë të 22 të konstituimit të kuvendit, Rode në një deklarat për Kosova Press theksoi se kjo situatë është kthyer në një blokadë që po ndikon negativisht në perceptimin e Kosovës nga jashtë. Rode tha se mungesa e institucioneve funksionale jo vetëm që ndikon në proceset e brendshme të vendimarrjes, por gjithashtu pengon Kosovën të përfitojë nga nisma ndërkombëtare siç është plani i rritjes i Bashkimit Evropian. Politik. Pengesë të qëllimshme nga ana e opozitës e komentoi kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti mos konstituimin e kuvendit. Pas pjesëmarrjen në edicionin e 16 të konferencës vjetore shkencore Jabe Albanologjisë, që u mbajt në Institutin Albanologjik të Prishtinës, Albin Kurti hodhi poshtë mundësinë për rishikimin e kandidaturës dhe refuzimit të quorumit në votimin e fshehtë. Albulena Agjiu nuk është as në pyetje as në pikpyetje, e përgjigja është votimi i fshehtë për çfarë opozita padrejtësisht dhe me dëm për shtetin e Kosovës, po e pamundson quorumin. Vetëvendosje fton nismën e qeveri dhe në parlament. Ministra e Drejtësisë Albulena Agjiu, kandidate për kryetare e kuvendit, thotë se diskutimet me këtë grupim vazhdojnë dhe urojnë të përmbyllen sa më shpejt. Ne po ashtu kemi theksuar që i shohim si partner tanë, për këtë ka pasur disa takime siç ka njoftuar edhe kryeministri Kurti. Diskutimet vazhdojnë për këtë qëllim dhe urojmë që sa më parë të përmbyllen, por para qeverisë është kuvendi. Pra është jashtëzakonisht e rëndësishme që të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës. Kemi shumë punë për të bërë. Ajo bëri sërish thirrje të gjithë deputetëve të kuvendit që të marrin pjesë në votimin e komisionit për votim të fshehtë. Të drejtën për të propozuar kandidatin për kryetar të kuvendit e ka lëvizja vetëvendosje. Deputetët të marrin pjesë në votim, pra të votojnë komisionin për votimin e fshehtë, qoftë për, qoftë kundër, qoftë të abstenojnë, por jo që të vinë në kuvendin e Republikës së Kosovës dhe të mos marrin fare pjesë në votim. Partia Demokratike e Kosovës sërish i adreson dështimet shumicës në pushtet. Deputetja Vlora Çetako tha se kjo situatë është e papranueshme për qytetarët e vendit. Fatkeqësisht asgjë të re për të thënë, Kosova dhe institucionet e saj vazhdojnë të mbesin peng i kryenetësisë së kryeministrit në detyrë deputetit Albin Kurti. Ajo i bëri thirrje kryetarit të lëvizjes vendosje Albin Kurti që të mos vazhdojë bllokadën e krijuar lidhur me konstituimin e kuvendit. Edhe nga kjo konferencë këtu i bëjmë thirrje, i bëjmë ftesë që të reflektoj.
Qytetarët e Kosovës nuk kanë votuar për blokadë. Qytetarët e Kosovës kanë votuar për të ndërtuar institucione të reja, të cilat do duhet të ballafaqoheshin me sfidat e qytetarëve tonë. Ishte Vlora Çitaku. Lidhja Demokratike e Kosovës shpreson në arritjen e një marrëveshje politike. Deputeti Lutfia Aziri komentoi mos konstituimin e kuvendit dhe tha se ende beson në arritjen e një marrëveshje politike. Është bosa e numrave, fatkeqësisht kronikë e zezë. Për kuvendin jena pa mundësu me ushtru detyrën tonë si përfaqësues popullit, por edhe më tutje jam për atyre që besoj që racionaliteti politik ka me çu drejt një marrëveshje politike për me kryu shumicë edhe Kosova mu të debloku nga kjo marrje politike padrejtësisht. Megjithatë, ai kritikoi mënyrën se si vetëvendosje po tenton të arrijë një marrëveshje. Ka veprime, por me deputet individualisht. Kjo nuk e bën besueshme një marrëveshje politike. Tani është për mu legjitime që partia parë me provu që me i bin deputetet më bo pjesë e saj të përfshi transakcione, oferta dhe joshje politike, por nuk krijon stabilitet. Do të me kuptu partia parë që pa një marrëveshje politike pavarësisht me kënd nuk ka stabilitet edhe nuk ka. Lidhja Demokratike e Kosovës konfirmon qëndrimin se nuk do të bashkëpunojë me vetëvendosjen. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjikuri përsëriti se nuk mund të bashkëpunojë me një parti që ka izoluar Kosovën. Kemi dallime në substancë, nuk bashkëqeverisim me ta. Ky është zotimi ynë ndaj elektoratit ton. Kemi dallime në vlera me partinë e parë, tha Abdigjiku. Sipas tij, LDK-ja nuk mund të ulet për të bashkëpunuar me një parti që ka quajtur bashkëpunëtor të Serbisë dhe Vučićit. Pas dështimit të seancës konstituive të kuvendit, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj tha se subjekti i tij ka ofruar zgjidhje pas një kusht për kryetarin. Sipas Haradinajt, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës propozoi 3 emra si kandidat të mundshëm dhe ka qenë e gatshme të votojë ata pa kushte. Ne kemi dhënë zgjidhje, edhe atë realisht e kemi bërë pas një kundërvlerë, pas kemi kërkuar gjë nga vetëvendosje, deri tani kemi propozuar 3 emra që mu i votojnë, e dini, është Saranda Bogojevci, Shqipe Selimi, edhe Glau Konjuca. Nëse sot do të kishim njërin nga këta 3 emra, pas një kërkesë, pas një kusht, ne do t'i votojshim. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Time Kadriaj tha se lëvizja vetëvendosje po kërkon ndihmë nga Vleni, koalicioni politik shqiptar në Maqedoninë e Veriut, për të siguruar votat në kuvendin e Kosovës për zgjedhjen e kryeparlamentares. Ka pasur edhe të Duda Bales, sepse janë deklaruar vetë se kanë aktivizuar mjesht edhe nga Vleni atëherë në Maqedoninë e Veriut, sepse në fakt ju kanë bërë, sepse edhe këta ju kanë ndihmuar që të vinë në pushtet. Jonë qëndrimi individuale të deputetëve, se cili deputet vendos individualisht. Ne nuk kemi ndikim as të Adem Hoxha, por nuk kemi ndikim as të Duda Balje. Ajo është e mendimit se posti kryetarit të kuvendit mund të zgjidhet vetëm përmes një marrëveshje politike ose një koalicioni të gjerë. Kandidatja për parlamentar duhet votohet me ndonjë marrëveshje politike apo me ndonjë koalicion politik që e bën lëvizja vetëvendosje. Po jo kështu ad hoc, asnjëherë në praktikat parlamentare nuk është votuar kryeparlamentar për partive tjera. Ministri i detyrë për komunitete dhe kthim në Republikën e Kosovës, Nenad Rashiq, rreshtohet për krah kandidaturës së Fatmir Limajt për kryetar të kuvendit nëse propozohet nga lëvizja vetëvendosje. Përgjithësia është konceptin ku ju duhet të pranoni se ka një shumicë e cila është konstruktuar ose e ka është procesin e konstituimit dhe normalisht dhe une me vite po njihim dhe me zotin Limaj personalisht se kemi qenë era e parë kur kemi qenë në qeverisë bashkë kur qenë 2007. Prandaj gati 18 vjet sa. Po njihemi prandaj nuk ka mas gjë të kundërt. Nenad Rashiq tha se propozimi i tij nuk është diskutuar me Albin Kurtin. Sipas tij është dhe normale që të ketë ndryshime të opsioneve ose planeve për ndarjen e ministrive. Rashiq konfirmoi se ka patur një gatishmëri nga ana e lëvizjes së vendosjes dhe nga ana e kryeministrit që ai të jetë pjesë e kabinetit. Gatishmëri nga ana të vetëvendosjes dhe kryeministrit që unë të jem pjesë e qeverisë dhe kjo që keni thonë është diçka e re për mua, por në politik normal është që të ketë ndryshimit të opsioneve ose planeve ose ministrave. Kryetari i Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj mohon të jetë takuar me kryeministrin e detyrë Albin Kurti për të diskutuar mundësinë e tij për bashkëqeverisje me vetëvendosjen. Para dështimit të seancës së radhës për konstituim, Fatmir Limaj deklaroi se nuk ka marrë as ftesë për bashkëpunim. Marrëveshjet politike ndërtohen ndryshe. Çështje
e befasive besoj. Kurdo që kam ftesë, jam i gatshëm të takoj me të gjithë. Pas dështimit të seancës konstituive të Kuvendit, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj tha se subjekti i tij ka ofruar zgjidhje pas një kusht për kryetarin. Sipas Haradinajt, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës propozoi 3 emra si kandidat të mundshëm dhe ka qenë e gatshme t'i votojë ata pa kushte. Ne kemi dhënë zgjidhje, edhe atë realisht e kemi bërë pas një kundërvlerë, pas kemi kërkuar gjë nga vendosje, deri tani kemi propozuar 3 emra që mu i votojnë, e dini, është Saranda Bogojevci, Shqipe Selimi, edhe Glau Konjuca. Nëse sot do të kishim njërin nga këta 3 emra, pas një kërkesë, pas një kusht, ne do t'i votojshim. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se përkundër situatës politike Kosova vazhdon të ketë një qeveri në detyrë. Pas dështimit të 22 me radhë, ai kujton se kuvendi nuk e konstituon fituesi për të gjitha forcat politike. Kosova ka qeverinë në detyrë, unë jam kryeministër në detyrë, ajo që ai mungon Kosovës është kuvendi i ri i Republikës. Kuvendi nuk e konstituon fituesi, por të gjithë. Si fitues të zgjedhjeve me 48 deputet dhe me 9 deputet të pakicave që na janë bashkangjitur, e kemi përgjegjësinë për ta formuar qeverinë. Pra fituesi e ka përgjegjësinë për ta formuar qeverinë. Ndërkaq për ta konstituuar kuvendin, përgjegjësinë e kanë që të gjithë deputetët. Albin Kurti mes të tjerash ka thënë se edhe çështja e votimit të fshehtë është adresuar në gjykatën kushtetuese, ndërsa uroi për një përgjigje sa më të shpejtë nga gjykata. Po bëjnë gabim që po e pamundsojnë quorumin për votimin e fshehtë. Sidoqoftë, edhe kjo çështje e votimit të fshehtë ndodhet e adresuar tek gjykata kushtetuese dhe shpresoj e uroj për një përgjigje sa më të shpejtë të. Deklarata vjen pas panelit të bujqësisë dhe agrobiznesit në Kosovë, Agrokos dhe Agroturizëm, ndërkaq Kurti nuk ka pranuar të përgjigjet lidhur me kontrollet në 4 lokacione të ndryshme të kryera në kuadër të hetimeve për dhënien me qirat të fabrikës së mbetjeve shtazore. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Rreth 12.000 trupa ushtarake nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga vendet aleate, përfshirë Kosovën, janë mbledhur në Ballkan në kuadër të fazës së dytë të stërvitjes Defender 2025. Të udhëhequr nga ushtria amerikane, ushtrimi i quajtur Immediate Response 2025, që zgjat deri më 9 qershor, ka për qëllim të testojë se sa shpejt dhe sa efektshëm mund të dislokohen trupat amerikane në Europë për të mbrojtur krahun lindor të organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut me aleatët dhe me partnerët. Kosova është një ndër 8 vendet ku zhvillohej stërvitja që sipas Komandës Europiane të Shteteve të Bashkuara synon të përforcojë mbrojtjen kibernetike dhe të tregojë kapacitetet e sigurisë së SBA-s dhe aleatëve. Kryeministri i detyrë Albin Kurti deklaroi se rritja e gatishmërisë dhe pranisë në kufirin me Kosovën e forcave të armatosura të Serbisë është reaksion ndaj stërvitjes Defender Europe 25. Sipas shefit të qeverisë në Prishtinë është e paqartë nëse kjo është një nismë me Serbisë apo e shtyrë nga Rusia. Sipas kryeministrit Kurti, forca e sigurisë së Kosovës po merr pjesë me rreth 1000 trupa në këtë stërvitje. Për shefin e qeverisë në Prishtinë, pjesëmarrja dhe organizimi i këtij ushtrimi tregon përgatitjen dhe kapacitetin e institucioneve të Kosovës për të menaxhuar operacione ushtarake komplekse. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës i është përgjigjur kërcënimeve të vazhdueshme nga Serbia për luftë dhe pushtim të Kosovës. Ejup Maqedonsi thekson se kërcënimet janë reale dhe se Beogradi zyrtar ka vendosur 70% të ushtrisë në jug dhe jo larg kufirit me vendin e tij. Ne i shohim gjithmonë si të mundshme këto kërcënime. Ne i shohim gjithmonë të mundshme që Serbia në një moment mund të ndërmarrë veprime për të destabilizuar rajonin. Kjo është arsyeja pse ne jemi të përkushtuar që të ndërtojmë një forcë ushtarake të aftë për të mbrojtur territorin e Kosovës, për të mbrojtur jetën e qytetarëve tanë dhe për të kontribuar për paqen dhe stabilitetin në botë, duke përqafuar gjithmonë vlerat e NATO-s, vlerat perëndimore dhe duke shtyrë përpara interesat të cilat i kemi si vende demokratike, deklaroi Ejup Maqedonsi. Ambasadori Neil Holland shpreh shqetësimin për mbylljen e ndërtesave dhe institucioneve në veri të vendit që funksiononin sipas sistemit të Serbisë. Sipas një njoftimi të publikuar në webfaqen e qeverisë britanike lidhur me raportin e shefit të misionit të SBA-s në Kosovë për 6 muajt e fundit, Holland theksoi urgjencën që ka Kosova të formojë qeverinë e re pas zgjedhjeve të shkurtit që u tha se u mbajtën në mënyrë paqësore. Mbretëria e Bashkuar vazhdon të inkurajojë qeverinë e Kosovës që të sigurohet që komunitetet jo shumicë të mund të luajnë rol të barabartë në të ardhmen e shtetit dhe të respektojnë zotimet e Kosovës si një shtet gjithëpërfshirës dhe multietnik, thuhet mes të tjerash nga ambasadori Neil Holland.
Qeveria në detyrë e Kosovës shpreh gatishmëri për të diskutuar me Mbretërinë e Bashkuar lidhur me propozimin për ngritjen e qendrave të kthimit në Kosovë për azil kërkuesit të refuzuar nga Ishulli Britanik. Deklarata vjen pas raportimeve se Mbretëria e Bashkuar po e konsideron Kosovën si një nga vendet e mundshme për strehiminë e emigrantëve që kanë përfunduar procesin e apilimit për azil në Mbretërinë e Bashkuar. Zëdhënësi i qeverisë Kosovës përparim kryesiu në një deklaratë për Radio Europa Lirë, theksoi se dëshirojnë që të ndihmojnë Mbretërinë e Bashkuar, mikun, partnerin dhe aleatin. Propozimi për ngritjen e qendrave të kthimit është pjesë e një strategjie më të gjerë të Mbretërisë së Bashkuar për të adresuar numrin e rritit të emigrantëve që mbërrin Ishullin anglez përmes rrugëve të palishme. Aktualitet. Policia e Kosovës ushtron kontrolle në zyrat e Ministrisë së Bujqësisë, Agjencisë së Ushqimit dhe Agjencisë për zhvillim të bujqësisë dhe zyrën e një kompanie private. Shkaku bën dyshimet mbi keq përdorimin e kontratës për dhënien me qirat të impjantit të mbetjeve shtazore. Sipas njoftimit zyrtar të prokurorisë, në pyetje është marrë ministri Faton Peci dhe drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë Bekim Hoxha. Në materialin e shpërndarë për mediat thuhet se gjatë kontrollit u sekuestruan kompjutera, telefona si dhe dokumente. Ministri i detyrë i bujqësisë në Kosovë, Faton Peci, reagoi përmes rrjeteve sociale pas marrjes në pyetje nga organi akuzës. Sipas tij, më shumë se 30.000 fermerë që përfitojnë subvencionet e grante, më së miri e dinë se në funksion të kujt e ka kryer detyrën zyrtare. Për ministrin Peci, fermerët që përfitojnë në baza vjetore subvencionet e grante janë dhe dëshmitarat më të vëmendshëm në çdo cep të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës akuzon ministrin e bujqësisë në detyrë Faton Peci për skandal financiar. Antari i kryesisë Naim Ismaili pretendon për dhënien e një prone publike me qira, impjantin e mbetjeve shtazore, një kompanie për 20 vjet pa ankant publik. Në një konferencë për mediat, ai akuzoi Pecin se ka shkelur ligjin për pronën publike, ku parashqihet që pronat t'i jepen me qira vetëm përmes ankantit publik dhe jo më shumë se 15 vjet, me përjashtim të rasteve kur merret vendim në kuvend. Për më tepër, sipas Ismailit, kompania përfituese është regjistruar vetëm 5 ditë pas shpalljes dhe nuk përmbush asnjë nga kriteret ligjore për përvojën teknike dhe financiare të kërkuar në dokumentin e njoftimit, si dhe pronari i saj është i lidhur me 3 kompani të tjera pa ndonjë përvojë në fushën e përpunimit të nënprodukteve shtazore. Kontrata është nënshkruar me një kompani e cila është themeluar 5 ditë pas shpalljes publike. Kriteret të cilat janë vendosur në kontratë, gjatë analizës që kemi bërë të kontratës dhe kushteve, ligjeve që janë fuqi të cilat determinojnë formatin se si duhet të fitohet një kontratë e tillë, na del që Ministri Peci në këtë rast ka tejkaluar gjitha procedurat dhe ka tejkaluar gjitha ligjet edhe në shpallje apo njoftimin publik, edhe në hartimin e kontratës dhe kushtet të kontratës. Ndoqet përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.